Teuta ka fituar 3-1 ndaj Vllaznisë në volejboll për femra në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Tashmë pas kësaj humbje shkodranet do të jenë të detyruara të luajnë në play-out për të mos rënë nga kategoria. Një humbje që ka mërzitur pamas stafin teknik dhe veçanërisht trajnerin Dorian Tafa, i cili me shumë vështirësish shpresoi shumë që ta çonte në play-off ekipin që drejton, por në fund nuk ja doli. Sa i takon ndeshjes, Teuta fitoi setin e parë 25-22, ndërsa Vllaznia reagoi në të dytin, duke fituar 25-23. Në setin e tretë janë mikët që fitojnë lehtësisht 25-15, ndërkohë në të katërtin është Teuta që është sërish në avantazh, teksa në fund ekipi Durrësak fiton 26-24 dhe kështu krejt ndeshjen me rezultatin e përgjithshëm 3-1. Pas ndeshjes trajneri Tafa ishte vërtet i zgënjur, sepse sipas tij ekipi këtë sezon ka kaluar shumë probleme, pasi pjesa kryesore ka qenë e përbërë nga vajza shumë të reja në moshë. Po ashtu, ai u shpreh se në këtë mënyrë nuk mund të vazhdohet më tej. Mora një diçka përsipër që i kërkush s'kishte mundësi dhe s'kishte kurrajo me e marrë dhe e fillu me deri këtu me ato vështirësi tona, siç ne nuk kishim as lojtar me fillu kampionatin, por unë tham që duhet me falenderu të vajzat e utat më që unë kam punu tash minimumi 4 vjet me ta dhe siç e shikuat në lojë dhe jo ishim me një ekip 13 vjeçare pasuese, 15 vjeçe pasuese, 15 vjeçe shqiptare dhe kaq është që unë di me thonë për momentin. Shiko, unë po ta them, unë kisha shumë besim. Dhe siç e shikuat deri në moment fundit ne luftume në lojë. Por të vajzat që ne kena 13, 14 vjeçe dhe 15 vjeçe, shihni vetë krahasimin me ekipet tjera. Nuk luhet ekipi i parë me këto. Ka qenë një sezon super i vështirë, me problematika nërmat të ndryshme dhe nërmat vështira. Ky ekip nuk mund të vazhdojnë të jetë në këtë gjendje. Nuk mund të vazhdojnë, sepse ky ekip nuk e meriton me kanë këtë gjendje. Ekipi jonë i Vllaznisë. Ne kena shumë lojtare nëpër ekipet ndryshme që vinë na mujnë ne këtu në Shkodër ose na mujnë nëpër rrethë ku luajnë. Dhe duhet ne të lobojmë dhe të gjejmë mënyrën bashkë me drejtuese që të kthehen në Shkodër dhe të japin kontributin e tyre. Nuk asë shkojnë për pagesa më të mira, janë thjesht kushtet. Janë kushtet që ne nuk arrijmë ja plotsu. Dhe më vjen keq që ne pretendojmë gjithë Shkodër pretendon për me pas ekip Vllaznisë volejbollit, por nuk ka vetëm dëshira. Janë shumë faktorë të ndryshme, investime. Kjo di me thonë. Kjo nuk mohet shumë. Nuk mohet shumë. Prandaj ne unë do gjej rastin ndoshta në moment 2 që do diskutoj bashkë me ju, por tham ta kryjm këtë kampionat. Pas kësaj humbje, shkodranet mbesin me vetëm 9 pikë në vendin e 7 dhe tashmë ju duhet të luajnë në play-out për të mos rënë nga kategoria.